Të akuzuarit janë Nezhat Krasniqi, Adem Zogjani, Sadrej Hyko Osmani, Safet Fazliu, Ilmi Bellopoja, të gjithë janë të akuzuar në shkresë të lëndës. Të gjithë janë fillimisht të akuzuar në aktakuzën me datën 5 nëntor 2013, se cila është plotësuar me aktakuzën e datës 28 mars 2013. Tani ngarkohet me shkeljet kriminale apo penale në vepër. Nezhat Krasniqi, keq përdorimi i pozitës zyrtare apo autoritetit zyrtar, Adem Zogjani, keq përdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar, Sadrej Hyko Osmani, keq përdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar, gjithashtu marrja e rishvetit, Safet Fazliu, keq përdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar, gjithashtu marrja e rishvetit. Ilmi Bellopoja, jepja e rishvetit dhe keq përdorimi i autorizimit ekonomik. Gjykata shpall verdiktin në veti. Gjykata i gjën të pandehurit Nezhat Krasniqi, Adem Zogjani, Sadrej Hyko Osmani dhe Safet Fazliu fajto për keq përdorim të pozitës e autoritetit zyrtar të kryer në bashkëkryer. Dënimi i gjithëmbashëm me burgim për të pandehurin Nezhat Krasniqi caktohen 26 muaj burgim për kryerjen e të dy veprave penale për keqpërdorimin e pozitës zyrtare dhe autoritetit, sipas nenit 422, Adem Zogjani 10 muaj burgim. Sadrej Hyko Osmani 8 months of imprisonment. Sadrej Hyko Osmani 8 muaj burgim. Safet Fazliu 7 months of imprisonment. Safet Fazliu 7 muaj burgim. Për të pandehurit Adem Zogjani, Sadrej Hyko Osmani dhe Safet Fazliu, dënimet nuk do të ekzekutohen nëse personat të dënuar nuk kryejnë ndonjë vepër tjetër penale gjatë periudhës së verifikimit dhe gjykata e cakton periudhën e verifikimit për 2 vite